Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Të dërguarit e SBA-s dhe Ukrainës pranojnë se në Miami janë zhvilluar bisedime produktive dhe konstruktive. Deklarata e dërguarit special të Donald Trump, Steve Witkoff, vjen pas 3 ditësh takimesh me krye negociatorin ukrainas Rustem Umerov, mbi një plan 20 pikësh, një kornizë shumë palçe garancie e sigurie, një kornizë garancie e sigurie amerikane për Ukrainën dhe një plan ekonomik dhe prosperiteti. Bisedimet të ndara janë zhvilluar në Miami edhe midis të dërguarit të SBA-s dhe atij rus Kirill Dmitriev. Raportet e inteligjencës amerikane vazhdojnë të paralajmërojnë se presidenti rus Vladimir Putin nuk ka hequr dorë nga synimit për të pushtuar të gjithë Ukrainën dhe për të zgjeruar ndikimin rus edhe në territor europiane që dikur i përkisnin Bashkimit Sovjetik. Raportet e inteligjencës amerikane, më i fundit i hartuar në muajin shtator, hedhin poshtë edhe pretendimet e Moskës se Rusia nuk përbën kërcënim për Europën. Sipas tyre vlerësimeve, vendet e para të rrezikuara do të ishin shtetet balltike si Estonia, Letonia dhe Lituania. Kreu inteligjencës ushtarake ukrainase, Kirill Budanov, deklaron se Moska po përshpejton planet e saj strategjike. Franca pranon ftesën e presidentit rus. Në ditën e vijim caktohet detajet e takimit Macron-Putin. Pallati Elysee vlerësoi si të nevojshme që Vladimir Putin të jetë gati të flasë me Emmanuel Macron dhe të vendosë në ditën e vijim se në cilat mënyra mund të zhvillohet ky takim. Është e nevojshme që Kremlini të ketë dhënë një miratim publik për këtë nisëm. Në ditën e vijim do të vlerësojë mënyrën më të mirë për të proceduar, deklaroi Elysee. Të premten kreu i shtetit francez ka pauar se do të bëhet sërish e dobishme të flasësh me Vladimir Putin, ku pas një samiti ku Bashkimi Evropian vendosi të çlirojë një kredi 90 miliard eurosh për të mbështetur Ukrainën. Sipas zëdhënësit të Kremlinit, Dmitri Peskov, presidenti rus, është shprehur gati për dialog me homologun e tij francez. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka rikthyer në vëmendje interesin amerikan për Groenlandën, duke cilësuar ishullin si një element kyç për sigurinë strategjike të vendit dhe jo si një burim ekonomik. Presidenti Trump theksoi se prania në Groenland lidhet drejt për drejt me kontrollin e hapësirave detare dhe aktivitetin në rritje të Rusisë dhe Kinës në Arktik. Ne kemi nevojë për Groenlandë për sigurinë kombëtare, jo për mineralet. Deklaratat e presidentit vijnë pas vendimit për të emëruar guvernatorin e Louisianës Jeff Landry si përfaqësues të posaçëm për Groenlandën. Për këtë vendim reagoi dhe Kopenhageni, duke thirrur ambasadorin amerikan për sqarime. Ministri i jashtëm danez Lars Løkke Rasmussen e quajti emërimin të papritur, ndërsa deklarata publike të Landryt si të papërshtatshme dhe jashtë normave diplomatike. Administrata amerikane ofron emigrantëve pa dokumente $3.000 për t'u larguar vullnetarisht nga Shtetet e Bashkuara përpara fundit të vitit. Kushdo që dëshiron të përfitojë nga kjo mundësi mund të regjistrohet në një aplikacion të Departamentit të Sigurisë Kombëtare dhe të japë informacionin e tij për të përfituar udhëtimin falas. Përfituesja janë emigrantët pa dokumente që zgjedhin të vetë deportohen. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.